e them shpesh që artistët do duhet të përkrahen sidomos nga faktori politik shqiptar këtu në Maqedoni, sepse siç e dini historinë, neve jemi shumë të diferencuar nga projektet madhore për dallim nga pala tjetër. Në këtë rast, si Shpati, por edhe artistët e tjerë të rinj, do me thënë me forcat e veta, me përkrahjet miqësore, kanë arritur që të deportojnë edhe jashtë kufijve. Prandaj, unë bëj një apel që faktori politik shqiptar do duhet që të përkrahen këta të rinj të talentuar. Dhe kjo shenjë nga ana e kryetarit të komunës dhe komuniteti artistik që kanë bërë një hap të tillë për të hapur një derë për të bërë homazhe, sepse të gjithë jemi prekur që humbëm një artist të mirëfill, është një hap i mbar që edhe neve si artist, për shembull unë kam shkruar 11 libra, jam në një botë të letrave dhe nesër pas nesër e mendoj që nderimet do duhet të na bëhen. Por posa saj, këtu në qytetin e Shkupit jepen disa çmime dhe pse jo edhe pas vdekjes së Shpatit të jepet një çmim për veprimtarinë e tij. Dhe kjo mendoj që do duhet të bëhet. A mendoni se mund të ndodhë një gjë e tillë? Mendoj në qoftë se komuniteti artistik do të çojë zërin mbi veprimtarinë e Shpatit, atëherë do duhet të ndodhë. Unë e them sepse para ca ditësh e fitova një çmim shumë të rëndësishëm nga qyteti i Shkupit, 13 nëntori, për veprimtarinë time në fushën sociale, sepse kam bërë reportazhe mbi jetën e skamorëve dhe kam bërë disa ndryshime në jetën sociale në shtetin tonë. Gjë që më jep edhe mua si motiv frymëzim për të vazhduar më tej të kontribuoj. Edhe në aspektin e njerëzve të cilët nuk janë nderuar, do duhet që të nderojnë, sepse ata kanë trashëgimtarët e tyre, që në këtë rast Shpati është i trashëguar në një djalë, vllain, motrën, familjen, gjë që është e utës që të nderohet, sepse neve na ka bërë krenar, duke pasur parasysh se ai ka thyer kufit për të dalë jashtë shtetit. Dhe thash edhe më herë që këtu nuk ka patur mundësi që të vlerësohet atë sa duhet si artist, por mendoj që përmes koncerteve, sepse Shpati ka kolegë edhe të moshës së tij, të cilët me ëndë i këndojnë këngët e tij, pse jo për shenjë nderimi pas kësaj periudhe motore të bëhet edhe një koncert me këngët e tij. Dhe kështu do të vazhdoj ky rrugtim për të nderuar artistët tanë. Delvina, ceremonia përkujtimore fillimisht ishte parashikuar që të mbahej në teatrin e Shkupit dhe më pas u zhvendos në komunën e Çajirit. Pse u anulua ceremonia që duhet mbahej në teatrin e Shkupit dhe nisur nga informacionet tuaja, çfarë ka ndodhur realisht në këtë rast? Saktësisht nuk e di, por që aktivitetet në teatrin e Shkupit janë thuajse të shumta, kanë një agjendë të ngjeshur dhe ndoshta janë bazuar në atë që ka lokacion shumë të mirë komuna e Çajirit se sa teatri shqiptar. Mund të flas edhe diçka për Shpatin, edhe pas ai u shua kaq herët, thash që muzika e Shpatit do vazhdoj të jetoj me të njëjtën forcën si ditën kur ai e solli për herë të parë këngën e tij të parë. Këngët e tij domethënë do të dëgjohen me dashuri, shpesh duke ngjallur edhe emocione të forta tek të ritët. Mendoj që duke bërë koncerte mbi këngët e Shpatit do të vazhdoj
të mbetet gjallë si artist. Delvina, ditën e djeshme, pra ditën e hënë Komuna Çajirit, por edhe tetova shpallën ditëzie me rastin e humbjes dhe ndarjes nga jeta të këngëtarit i njohur Shpat Kasapi. A mendoni se kjo ishte një vendim i vonuar apo autoritetet shqiptare në Maqedoni kanë qenë, po themi, shumë të vakta sa i përket nderimit që do duhej bërë në kohë ndaj figurës së Shpat Kasapit? Shumë e vërtet, disa personazhe të zëshme reaguan në rrjetet sociale sepse nuk është ndërmarrë një hap i tillë. Mirë po, unë pata një negociat me një personazh shumë autoritativ këtu në Maqedoni, sepse ishin festat e nëntorit dhe siç dihet për ne nëntori është i shenjtë, aq më shumë dita e flamurit, dita e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe mendoj që familja ka bërë një akt madhor që ceremoninë motore nuk e bëri pikërisht në ditët e festave të nëntorit. Dhe reagimet e shumë autoriteteve bën dhe ndikuan te Komuna e Tetovës edhe e Shkupit që të arrihet që të ketë një ditë zije për artistin Shpat, sepse Pala Maqedonase ka bërë disa ditë zije për një këngëtar, Toshe Kroeski, dhe pse jo edhe ne të mos përfaqësohemi nga shqiptarët tanë, nga artistët tanë. Dhe në këtë rast mendoj që familja, pavarësisht dhimbjes së madhe që i ka kapluar, ata bën një akt shumë madhor që nuk e prishin festën e shqiptarëve. Këtu mund të përmend që para do viteve, në 26 nëntor, kur ishte ambasadori Reka këtu në Shqipëri, në Shqipëri në Shkup, pati një fatkeqësi në Shqipëri. Dhe pikërisht atë ditë mbaheshte ceremonia e ambasadës së Shqipërisë, gjë që vazhdoi ceremonia për shkak të festës madhore që kemi neve për ditën e pavarësisë dhe ditën e flamurit. Delvina, a nuk do të duhej që, siç e përmendët edhe ju, që shteti i Maqedonisë Veriut t'i kishte ofruar, por edhe shteti shqiptar dhe autoritetet shqiptare atje t'i kishte ofruar një nderim shumë herë më të madh figurës së Shpat Kasapit dhe po themi një përkujtimore të një niveli të atill që i shkonte për shtat figurës së këtij këngëtari i cili kishte thyer kufit e hapësirës shqiptare, pra kishte shkuar përtej hapësirës shqiptare me këngët e tij, sepse e pam që dhe përcjellja e tij u bë në një fugon me dyert të hapura, ndërkohë që kemi të bëjmë një figurë e cila ka lënë gjurmë të mëdha në muzikën shqiptare. Po, jam e mendimit që duhet të nderohet, siç e dim që Shqipëria ka disa tituj të rëndësishëm. Jo më kot në bisedën tonë të lirë u tregova se unë kam qenë kryetare e shoqatës Josip Vajgeri dhe kam arritur që të kryej emisionin tim për ta shpallur der i kombit nga presidenca e Shqipërisë Josip Vajgeri. Mirë po, mendoj që Shpati ka thyer shumë bariera dhe do duhet që të nderohet në një çmim si mjeshtër artistik apo një titull të ngjashëm. Thash që komuniteti i artistëve do duhet të bashkëpunojë me faktorin politik shqiptar, duhet të çojë zërin dhe duhet të arrihet deri në atë pikë sa që të nderohet një artist i tillë që la një trashëgimi të bollshme dhe që publiku e ka mirëpritur goxha mirë, ashtu edhe unë ndjej pas vdekjes së tij.